Përshëndetje, miqtë e mi. Miqtë e mi në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të shikojmë disa nga mesazhet e ëngjëjve, që na thonë mesazhet e ëngjëjve për ditën e sotme. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Çfarë thonë ëngjëjt për ditën e sotme? Çfarë mesazhe na japin ëngjëjt? Në javët e ardhshme, ju do të keni një përgjigje pozitive nga ëngjëjt tuaj, një si të madhe, një po të madhe, për gjëra që ju mendoni. Dhe në qoftë se ju besoni vërtet në ato gjëra që mendoni, në muajt e ardhshëm, dhe në javët e ardhshme, ju do të merrni një përgjigje pozitive nga ëngjëjt tuaj, sepse çdo gjë sot varet nga ju. Pra nëse ju besoni vërtet në gjëra që doni të krijoni në jetën tuaj, të bëni realitet, ju do të keni dhe njerëz pranë, do të keni njerëz disponibël që të jenë pranë gjithmonë në jetën tuaj. Këto ishin disa nga mesazhet e ëngjëjve për ditën e sotme. Do të marrim dhe disa nga mesazhet e yjeve, të diellit dhe të hënës. Çfarë thonë? Yjet, dielli dhe hëna. Dielli i brendshëm nuk perëndon kur. Dielli lind nga horizonti, ashtu si shpirti lind nga brendësia. Zgjohu me diellin dhe lejo shpirtin të udhëheqë dritën. Hëna ndriçon errësirën ashtu si shpirti ndriçon jetën. Në dritën e hënës, mendimet bëhen më të thella. Hëna është kujtimi që dhe errësira ka bukuri. Pra të kujton ty që dhe errësira ka bukuri. Yjet janë kujtimet shpirtërore që ende vezullojnë. Një yll i vetëm mund të ndriçojë një natë të tërë. Njerëzit humbin rrugën, kurse yjet kurrë. Pra këto ishin disa nga mesazhet e yjeve, të diellit, të hënës dhe të ëngjëjve. Faleminderit shumë, miqtë e mi.